Banorët e zonës së Torovicës në një protestë para Bashkisë së Lezhës kanë thënë se do të bllokojnë zgjedhjet pasi rruga që lidh fshatin e tyre është tërësisht e rënuar dhe se për vite me radhë janë lënë në mëshirë të fatit. Janë 6.000 banorë të kësaj zone që kërkojnë rrugën në këmbim të votës dhe nëse kjo nuk do të bëhet, ata do të bllokojnë procesin e votimit në zonën e tyre. Nuk ka kush atje me vet, ai e gjallë, ai e dekur. Edhe pëllam tokë që kanë dhënë e kena miell, se kena korr. I rrugë që ka marrë veçir balluku që në 70-ën, s'ka më kush dorën ta. Vetëm kur vin këta, fal për shprehje, kur vin këta halet, edhe putret vetëm vinë të mashtrojnë, me shishe birë se aty fukaras që thash fëmijë dhe morrin votën e shkojnë. Thyesin se për kur kanë. Thuaj se fëmijët e Torovicës ashtu me thirr në shekullin iPhone 5-s erdhën dritat. Kur bota ka te kalu 100 vjet. As kena doktor, as kena, absolutisht, kena me rrugë sot në këtë shekull ashtu. Aty be morën. Pra ne jemi mrapa. Për 26 vjet na kanë mashtruar të gjitha partitë. Ne kërkojmë drejtësi. Që 25 vjet për popullin e Torovicës kush mrapa ras na ka. Nuk kem rrugë, nuk kem ujë, nuk toka na mytet. Kjo është, si s'na kapi 25 vjet, as një prej kur kanë. Në mes Shkodrës, në mes Lezhës, 7.000 banorë me meta ashtu është tërë. Dhe në rrugën, vetëm rrugën. Nëse ne nuk na japin arsye për rrugën, na nuk do të votojmë absolutisht asnjë. Si janë populli më i degraduar në Shqipërinë. Rruga skandal. Traktori s'kalon, i mitmillun, disi smuni. Nuk ka bëshave nga spitali. Jena 25 vjet që jena diskriminuar nga gjitha forcat politike. Kjo rrugë shkon 17 kilometra. Është një turp mi fjalë, ndash për bashkinë, ndash për shtetin nuk na intereson. Torovica ka kënë mysëqeja veriu. Si na kanë lënë kush në botë çështë vaki nuk bën. Mos i bojnë syt, qorë dhe veshtë e verbër. Një popull tepër i vojton. Asaj zonet ju kanë ndërprer çdo gjë. Vdekja, rrugë jo, kanale jo, të na zë që ka fal Zoti. Malli prishet, çdo gjë në më këshira ku më shkuat. Bëjnë thirrje, absolutisht mos pranohen qenat dhe kutitë e votimit dhe nuk duhet të votojmë. Nëse rruga nuk bëhet, na absolutisht nuk votojmë. Mos vinë të provokojnë popullin e Torovicës. Dëgjojnë sherr. Kryetari i bashkisë ne na ka premtuar që në vitin e parë të mandatit tim si kryetari i bashkisë do t'ju shtrojmë rrugën. Tashti nuk ka më, nëse ne nuk na shtrojnë rrugën, na nuk do pranojmë me marr kutinë si fshat. Banorët e Torovicës për gati 2 orë kanë qëndruar para derës së bashkisë, duke pritur që kryetari të dalë dhe të japë një përgjigje se cili do të jetë fati i kësaj zone, ndërsa ata kanë tentuar që të futen në ambientet të bashkisë. Teksa kanë dëgjuar problemet e tyre, kryetari i Bashkisë së Lezhës dhe prefekti e kanë mbështetur protestën e banorëve të Torovicës. Ora jam me ju, jo me 2 prill, jam me 2 prill, e me 3 prill, e me 7 prill. E me 27 prill. Absolutisht po. Ja fjalë që po. Ja fjalë që po. Nuk të kap kushty pa më kapu. Unë jam me ju. Pik. Edhe herë nesër në orën 10 jam me ju. Unë jam me ju zoti dashur. Dhe në 2 vjet që jam kryetar bashkie, kam bërë projektin e rrugës Torovicës. Është me vlerë 4 milion euro. Ju kam thënë këtë laf, rruga e Torovicës nuk bëhet në mandatin tim, unë nuk ju kërkoj ma vot ju. Unë do t'jem bashkë me ju. Dhe jeni të bindur të bëjmë çdo përpjekje që zanin tuaj me çu deri atje ku ne kemi forcë. Ndërtimi i rrugës së Torovicës është premtuar në çdo fushatë elektorale nga të majt e të djathtë, por në realitet nuk është bërë asgjë, e kjo ka bërë që banorët t'i humbasin shpresat që një ditë situata do të ndryshojë.